Emisioni Folea mbështetet nga Sot në emisionin Folea flasim për përdorimin e sigurt të barnave të fëmijët, cilat janë hapat kryesor që secili prind duhet i di. Flasim për përdorimin e faculetave të lagura, cili është ndikimi i tyre në lëkurën e fëmijëve. Në pjesën e dytë ju njohim me 12 vjeçarin i cili ka pasion të fotografojë shpezët e egër. Ai tregon se si arriti ta fotografojë gjarpnin më helmues në Evropë. Në fund, ju sjellim atmosferën në klubin e tenisit Rilindja. Lojtarët flasin për sezonin e ri pas një viti larg turnireve. Ndodh shpesh që gjendja shëndetësore të përkeqësohet dhe të kemi nevojë për barna, qoftë kjo edhe për një ftoje të lehtë. Kjo ndodh edhe të fëmijët, të cilët janë më të ndjeshëm në këtë pjesë. Dhe një shqetësim i madh i prindërve është përdorimi i barnave. Çka nëse nuk janë të duhurat? Cili është reagimi i tyre? Sa duhet të përdoren dhe shumë pyetje të tjera sillen në kokën e tyre. Andaj, edhe farmacistja Laureta Berisha Kosumi thotë se e rëndësishme është gjithmonë konsulta me pediatrin. Ajo thotë se gjërat kryesore që duhet t'i dimë për një përdorim të sigurt të barnave të fëmijët janë kur duhet dhënë bari i caktuar, koha, mënyra dhe doza. Prindërit kur qasin e barnatore tona, qoftë me recetë e mjekut apo edhe pa recetë. Realisht për barna që duhet e jipen edhe pa recetë, janë të prirur që të bëjnë disa pyetje apo jemi ne farmacistët që duhet ju japim sqarim me shtesë për secilin bar që ata marrin. Realisht prindërit duhet të dinë disa informata kur mirret bari, emrin e barit, mënyrën e dozimit, kohëzgjatjen e terapisë dhe intervalin kohor kur duhet e mirret bari i caktuar. Për shembull, ka barna që mirren çdo 24 orë, çdo 8 orë apo çdo 6 orë, pra dhe kjo është shumë e rëndësishme për të ditur për të qenë bari sa më efikas. Po ashtu duhet të kenë edhe një sër informata tjera shtesë, si për shembull, a do të ndërveproj bari me ndonjë ushqim të caktuar, apo të mirret në stomak të zbrazët, apo të mirret pas ushqimit. Sepse ka disa lloje të ushqimeve që ndërhyjnë në përbërjen e barit, qoftë duke e rritur veprimin e barit apo duke eliminuar barin më shpejt nga organizmi, andaj gjithsesi duhet të konsultohen me farmacistin përkatës në barnatore se a do të ndërveprojë bari i caktuar apo jo me ushqimin. Po ashtu, gjithmonë prindërit duhet të njoftojnë mjekun ose farmacistin për mundësinë e prezencës së alergjive të fëmija e tyre ose me etiologjitë e alergjive në familjen e tyre, sepse shpesh herë ndodh që fëmijës për herë të parë i përshkruhet një antibiotik i caktuar në të cilin ai mund edhe të jetë alergji, të shfaqë ndonjë kruarje në lëkurë, të shfaqë shenja të ndryshme, frymëzënie e tjerë. Pra në këto raste prindërit duhet fillimisht të njoftojnë personelin shëndetësor se a është fëmija alergji apo jo, në rast se shfaqet alergji e tillë duhet drejtohet shërbime mjekësore. Disa nga barrat më të ndjeshëm për nga përdorimi janë antibiotikët, që nga koha kur përshkruhen nga pediatri, e dim që ato duhet të përdoren në kohën dhe dozën e caktuar. Por çka nëse na ikën ajo kohë? Realisht e marrja e barnave, sidomos antibiotikëve, gjithsesi që duhet të ndjeket një interval kohor i përcaktuar. Nëse mjeku e ka përshkruar një antibiotik të caktuar që të mirret çdo 12 orë, patjetër prindi duhet që t'ja jap fëmijës çdo 12 orë antibiotikun. Mirë po, problemi qëndron te disa prindër që pas kalimit të simptomave të para të fëmijët, qoftë temperaturës apo problemeve të tjera që ka pasur kur ka vizituar mjekun për herë të parë, pas marrjes
2-3 ditore të antibiotikut, ato simptoma fillojnë dhe zhduken, edhe në këtë rast prindërit veprojnë në mënyrë të gabuar, shpeshherë duke ndërprerë marrjen e antibiotikut. Këso forme, ata veç se kanë me përkeqësu të fëmija një infekcion i cili ka me qenë i heshtur dhe ka mu rikthyer në një periudhë shumë të shpejt dhe mund të vije, në këso forme vije deri të përshkrimi i madh i antibiotikëve, vije edhe deri të rezistenca në antibiotik, andaj prindërit i këshilloj që për aq kohë sa është e përcaktuar nga ana e mjekut për 7 apo 10 ditë, edhe në qoftë se kalojnë simptoma, gjithsesi të vazhdohet antibiotiku deri në përfundimin e plotë të tij. Shpeshherë prindërit pyesin se çfarë ndodh nëse fëmia e vjell një pjesë të barit brenda disa minutash. Pra nëse fëmia nuk e pranon barin brenda 5-10 minutash, mund t'ja përsërisin dozën. Mirë, po nëse kalojnë më shumë se 10 minuta, duhet pritur kohën e ardhshme në mënyrë që t'ja japin dozën tjetër të barit. Çfarë do bari përkatësisht antibiotikut. Një dilemë tjetër gjatë përdorimit të barnave është edhe mënyra se si i përdorim ato, para apo pas ushqimit. Laureta thot se para përdorimit të konsultohen me pediatrin ose farmacistin, pasi disa barna nuk e kanë efektin e njëjtë si me ushqim ashtu edhe pa ushqim. Po ashtu përdorimi i disa barnave në të njëjtën kohë preferohet me ndonjë pauzë në mes. Shumica e barnave mund të acarojnë stomakun, ose realisht prezenca ushqimit në stomak mund të arrisë ose mund të ulë veprimin e atij bari në organizëm. Andaj gjithmonë është e këshillueshme që të pyetet mjeku ose farmacisti konkretisht si përgjegjës për si dora e fundit e dhënies së barit në barnatore se a të mirret bari para ushqimit apo pas ushqimit. Po ashtu disa barna ndërveprojnë me disa ushqime të caktuara apo edhe me produkte të qumshtit, andaj për secilin bar, sidomos për shembull produktet e anemisë ndërveprojnë me produkte të qumshtit, andaj nuk duhet të mirren afër me produkte të qumshtit dhe këso forme ka mjaft të barna që duhet evituar ushqimi apo duhet marrë prezencë të ushqimit në mënyrë që mos të vijë deri te acarimi i stomakut. Gjithsesi kjo bëhet me informimin nga ana e farmacistit. Shumë barna kanë të shkruar edhe efektet anësore që mund të shfaqen te fëmijët. Në rast se përballen me këto, atëherë është mirë konsultimi menjëhershëm me pediatrin. Në rast se një fëmijë përdor disa barna të njëjtën kohë dhe ato mund të ndërveprojnë me njëra tjetrën, atëherë është më së miri që të lihet një pauzë së paku prej 30 minutash që të mirren larg njëra tjetrës, qoftë që të mos acarojnë stomakun, qoftë që të mos të ndërhyjnë në veprimin e njëra tjetrës. Mirë, po nëse një fëmijë i caktuar ka një terapi kronike, qoftë me antiepileptik apo çfarë do terapie tjetër, atëherë gjithsesi prindi duhet ta njoftoj farmacistin që krahas terapisë që i ka përshkruar mjeku, fëmiu përdor edhe barna të tjera dhe mandej farmacisti të shoh mundësitë e shfaqjes së ndonjë ndërveprimi apo ndonjë alergjie me përdorimin e përbashkët të këtyre barnave. Shpeshherë prindërit vinë aq me ngutinë barnatore sa që nuk na lejojnë të shprehemi deri në fund në ato që duhet themi rreth çdo bari. Prindërit në rast se nuk arrin mi marrë gjitha informatat e caktuara nga farmacisti, gjë që duhet të bëhet, duhet të mirren informatat e caktuara, atëherë në fletpaljosin e barit mund të lexoj të gjitha ato udhëzime, të gjitha ato efekte anësore të cilat në rast se një fëmijë merr një bar për herë të parë, po ashtu prindërit nuk kanë përvojë të caktuar me ndonjë efekt anësor të shfaqur më parë te fëmia e tyre, shfaqet qoftë në efekt anësore si probleme në lëkurë, shfaqjet e akneve, apo frymëzënie, apo ndryshimet e tjera të cilat ata nuk i kanë vërejtur më parë, fillimisht duhet ta njoftojnë pediatrin e fëmijës që ju ka shfaq një lloj i caktuar i thojza i alergjisë, ashtu përcaktohet si në termin e përgjithshëm si alergji e përgjithshme, mirë po në këtë rast prindi duhet të drejtohet edhe në ndonjë shtëpi të shëndetit në mënyrë që të marrë masat e duhura për të evituar problemin të fëmijës e tij. Ruajtja e barnave për një kohë të gjatë nuk preferohet as pak, pasi ato që përgatiten në farmaci kanë një afat nga 7 deri në 14 ditë pas hapjes, ndërsa të tjera disa muaj. Andaj, prindrit preferohen që ta shkruajnë datën kur fillojnë të përdoren.
Shumë prindër i ruajnë sasitë e caktuara të barnave të cilat ju kanë mbetur nga një terapie e caktuar. Realisht barnat apo antibiotikët që përgatiten në farmaci, ato kanë një qëndrueshmëri prej 7 deri në 14 ditësh prej hapjes. Barnat e tilla nuk duhet të ruhen asnjëherë. Mirë po, as nuk duhet të përdoret një barë të një fëmijë i cili atë barë ka përdorur kohë më parë për të trajtuar një gjendje të caktuar mjekësore. Edhe në qoftë se simptomat janë të njëjta, mund të ketë simptomat e njëjta të sëmundjeve të ndryshme, mirë po, para përdorimit të çdo bari duhet të konsultohet mjeku, përkatësisht edhe farmacisti në rast se është barë që mirret pa recetë. Të barnat e tjera, qoftë sirup për koll apo analgjetik të ndryshëm të cilët mund të përdoren prapë pas hapjes, i sugjeroj prindërit që ta shkruajnë në paketim datën e hapjes së barit dhe qëndrueshmëria e tyre mund të jetë nga 3 deri në 6 muaj. Mirë po, shpeshherë prindërit ndodh që secilin bar e ruajnë në frigorifer. Në frigorifer duhet të ruhen vetëm ato barna që ju shkruan temperaturë, të ruhen në temperaturë 2 deri në 8 gradë, barna duhet të ruhen në vend të freskët, të thatë dhe larg rrezëve të diellit. Pra nuk është patjetër që të ruhet çdo bar në frigorifer, sepse temperaturat e frigoriferit shpesh ndodh që të denatyrojnë një bar të caktuar. Fillimisht prindërit për çdo problem të fëmijës së tyre të mos qasen fillimisht në barnatore. Në barnatore mund të qasen për të trajtuar një temperaturë të lartë, një parqitje, një vjellje, e cila është veç se sapo ka filluar. Mirë po, me tutje gjithsesi që të drejtohen te mjeku dhe të përshkruhen barnat e caktuara nga ana e mjekut. Po ashtu prindërit i këshilloj që të mos i përdorin barnat që i kanë bërë mirë një fëmijë tjetër, sepse fëmijët të ndryshëm mund të kenë simptomat të njëjta, mirë po mund të kenë sëmundje të ndryshme. Nuk ka asgjë të ngjashme me lëkurën e butë dhe delikate të një fëmije. Butësia dhe aroma e asaj lëkure është më e veçanta për prindërit. Por lëkura e tyre ndonjëherë mund të mos jetë në gjendjen më të mirë. Shumë fëmijë janë të prirur për acarim të lëkurës e kjo ndodh edhe nga përdorimi i produkteve jo adekuate për lëkurë. Pelenat jo të duhura, veshjet, kremat apo edhe faculetat. Faculetat të cilat duhet të përdoren për bebën tuaj janë ato Huggies. Faculetat të lagura Huggies ju ndihmojnë ta mbani lëkurën e bebit tuaj po aq të butë, sikurse ditën që ka lindur. Ato nuk përmbajnë alkool, aromatizues, paraben dhe as edhe ndonjë përmbajtje të kimikateve të dëmshme. Janë të buta dhe të përbëra nga letra e cila kputet dhe nuk zgjatet. Këto janë pikërisht veti që tregojnë se kjo është e duhura dhe nuk përmbajnë asgjë të dëmshme si shtesë. Faculetat janë të përbëra 99% nga uji i destiluar dhe i filtruar 3 herë. Janë të buta si pambuku, të sigurta për lëkurën e ndjeshme dhe të testuara dermatologjikisht. Këto faculeta përmbajnë aloe vera dhe vitaminën E, kështu duke u kujdesur edhe për shëndetin e lëkurës së fëmijëve. Janë ideale për çdo përdorim që nga pastrimi i duarve, fytyrës dhe trupit të fëmijës. Faculetat e lagura Huggies ofrojnë pastrim të përkryer në çdo vend dhe në çdo kohë. Shtatë herë më shumë, vitamin D, nëse e merr, as vetë nuk e nje. Koska të forta që s'din me të thy, mos hara, ne mendojmë për ty. Për zhvillimin e koskave të shëndeshme deri në moshën e foshnjorës, fëmia juaj ka nevojë për 7 herë më shumë vitamin D se sa një i rritur. Hip kombiotik, qumësht vijues, gjithçka që fëmijët i duhet për të rritur. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Ka nisur punën Spitali i Ri Ginekologjik Fati Im, me lokacion të ri në Veternik, rruga për Çaklavic. Brenda hapësirës mbi 3000 metra katror, spitali ofron shërbime në ginekologji me obstetrik, kirurgji, urologji dhe laborator biokimik. Në kuadër të spitalit funksionon edhe poliklinika me shërbime internistike, pediatrike, laboratori patologjik dhe mikrobiologjik. Në spitalin Fati Im është i angazhuar stafi profesional vendor dhe ndërkombëtar. Me ne ju lidh besimi sepse do thoni, ky është Fati Im, spitali që kujdeset për shëndetin tim. Aty ku mrekullia fillon. Olive është laboratori më i madh në Kosovë i certifikuar me ISO standarde dhe i monitoruar nga Instituti Gjerman RFB. Në Olive mund të kryeni edhe konsulta dhe kontrole të detajuara mjekësore. Me staf profesional të dëshmuar edhe ndërkombëtarisht, Olive realizon me profesionalizëm të lartë një gamë të gjerë të analizave. Saktësi, shpejtësi dhe konfidencialitet. Rezultatet e analizave kumtohen edhe përmes shërbimit online. Në partneritet me laboratoret më të mira ndërkombëtare, Olive bën zgjidhje të shpejtë dhe korrekte edhe për analizat më specifike. Shëndeti juaj, obligimi ynë. Olive, beson në më të mirët. Krahët e tu janë vendin më i rehatshëm për të ngrohur, luajtur dhe gëzuar. Brekët Huggies Pants me brez të butë elastik japin rahati bebes suaj në çdo lëvizje, të thata ditë e natë. Brekët Huggies Pants, të rehatshme, po aq sa duar tuaja.
Familja Perfetto, e lum shtëpia që e ka. Oferte freskët pranverore nga Lesna Max, me zbritje deri në 30% gjatë gjithë muajit maj. Kënd me funksion të fjetjes për zemek nga 643 euro në 499 euro. Vitrin dite Snap nga 202 euro në 159 euro. Tavolin dite Mazolla nga 129 euro në 95 euro. Tryezari Tripolis nga 132 euro në 99 euro. Karike K 379 nga 61 euro në 48 euro. Kuzhina Michela në top ofert vetëm për 399 euro. Dhume fjetjes Fernando nga 1319 euro në 999 euro. Nxitoni, sasit janë të kufizuara. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Lëkura jote ju ndjeni gjithçka me të dhe asgjë nuk përkujdeset për lëkurën tuaj më mirë se sa vaji bajamës organike nga Hip Baby Sanft, i dëshmuar në përbreza dhe kaq i butë. Hip Baby Sanft me vaj bajamësh të çmuara dhe pas një substancë allergjike. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Në këto male, nisi të fotografoj për herë të parë, por jo vetëm fotografi të zakonshme. 12 vjeçari Del Brindemaj tash një vit ka pasion të fotografoj botën e egër. Ai u inspirua nga babai i tij, i cili këtë pasion e ushtron tash një kohë të gjatë. Del Brini qysh i vogël i pëlqente të fotografonte shpesdët e egër. Po një dëshirë si kjo, ai arriti të realizonte në kohën e pandemisë, atëherë kur askush nuk dinte se si ta shfrytëzonte karantinimin. Ideja më ka ardhur nga babi. Unë fotografinë e kam nisë në kohën e karantinës, kur kena qenë mbyllur, dhe ashtu brenda nuk kishëm çka me bë, tani dola pse mos me provu dhe kështu më ka hinë qa fotografia. Ditën e parë më ka duk shumë interesant, ama u konë vështirë. Hera e parë për shembull me aparat në dorë u konë diçka e vështirë. Derisa e ku mësu dhe tash jam në rregull. Po, ka qenë gjithçka rastisht. Sepse në kohën e karantinës kena qenë mbyll, pse mos me dal me provu, tani kena dal me babën dhe kështu ka fillu fotografia. 12 vjeçari thuaj se çdo ditë ec me orë të tëra në malet e Kosovës, vetëm që të zënë një fotografi. Ka disa raste që nuk realizohen, mirë po të shpeshta janë ditët kur ai kthehet me gëzim në shtëpi. Deri në 2 orë më ka marrë kohë deri sa e kum shkrim një fotografi të mirë, sepse hera e parë ka qenë pak e vështirë. Pastaj kur kam marrë në shpe, kom hullumtu dhe shpendi parë që e kam fotografu ka qenë pishtatun si verë. Emri shkencore është me Takilla Flava. Qatë ditë e kom mësu për krejtë, se ma herët nuk s'kam ditë heq me aparat. Se kam ditë asë qysh përdore, asë qka duhet me bë me ta. Sa më ka marrë zihe që një ditë. Një ditë të plot vetëm me aparat ja marrë, deri sa e kom mësu gjithën. Shpendët grabitçar janë ata që e tërheqin më shumë syrin e Del Brinit. Një shpend të tillë, ai arriti ta zënë fotografi në një formë shumë të rrallë. Shpendet që më pëlqejnë mu mas shumë të me fotografu janë shpendet grabitçar, si për shembull shqiponjat, skifterët dhe fajkajt. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, sidomos te skifteri që quhet Gjiraqina Shkurtës. Është një foto që shumë rrallë ndodh. Është Gjiraqina Shkurtës kur kap një pëllumb për ushqim. Jam kanë shumë i gëzuar se ka qenë diçka shumë e rrallë. E kam publikuar në Facebook te një grup që quhet Wildlife Albania Photographers. Njerëzve ju ka pëlqyer shumë, se ka qenë diçka e rrallë që nuk ndodh shumë shpesh. Të realizosh fotografi të tilla nuk është as pak e lehtë. Shpesh të duhesh të përballesh me rreziqe. Pak, ndoshta kam frikë, si për shembull kur jena në mal, për shembull mbjeshtet e nemona, është e rrezikshme sepse mundet të qëllun ndonjë ari i morëm. Dhe kështu tani duhet mu rujt
mos më sulë Mungari ju. Vendet që kam fotografuar mas shumë është vendi ku jemi, ofër liçenit Badovcit, Ligatina Hencit dhe ofër shtëpisë kam një vend ku aty ka çfarë do lloji. Delbrini deri tani ka arritur të realizojë rreth 90 fotografi përmes 2 aparateve që ai i posedon bashkë me babain e tij. Nëse s'gaboj janë 90, por ato që janë shumë të mira dhe ato që nuk bojnë, total 90. Aparatat për momentin e kam dur një Canon EOS 7D, lensi është 150-600 mm, modeli është gënish. Tjetër është dhe një aparat tjetër që quhet Canon EOS 650D dhe lensi i tij është 55-250 mm. Me këtë aparatin që jemi tani dalin detajet më të mira, sepse është më i madh dhe afron sot dush, afron shumë. Dëshira për fotografi, Delbrinit i dha edhe guximin për të rrezikuar duke fotografuar edhe gjarprin më helmues në botë. Më e rrezikshme që kam fotografuar është gjarpri në përka, që emrin latinisht është Vipera amoditis. Është gjarpri më helmues në Evropë dhe kam rrezikuar shumë për me nxjerr një fotografi shumë të mirë. Kemi qenë këtë vendin, që bjen këtë vendi po pak ma andej. Rastisht me një gur ka qëllu dhe kena fotografu, kena nxjerr foto shumë të mira. Me urujt, sepse nëse jo afrohesh shumë, sulmi i tij është shumë i shpejt, nuk e vëren. Një kopje Vipera amoditis mund të jetë fatal, sepse është gjarpni më helmues në Evropë. Sa ja afru ti për shembull? Më afru dikon 20-25 cm largëm kom prej tij. Ai lexon shumë për këto shpez, andaj nuk e ka as pak problem t'i dalloj se për kë bëhet fjalë, edhe nëse sheh apo e dëgjon nga largësia. Po, si për shembull e kemi Google-ën, aty çka nuk dim, vetëm e shkruajmë si duket dhe ti tregon të gjitha për ta. Shkojna deri te fotografia, si për shembull në bazë të zhurmës ose ciceribës së zogut. Bazë cicerimës shkojna deri tek zogu dhe shkrepin fotografi shumë të mira, por duhet të kemi shumë kujdes sepse një zhurmë dhe friksohet ik. Tjetër, tek kjo pjesa për llojet e shpendëve është dhe një libër. Ja për shembull këtu e kemi një shpend. Dhe këtu ka një lloj shpendit i cili quhet bish tatunci i bardhë. Në bazë këtina, në shpe kam dhe një libër cili quhet Shpendet e Shqipërisë. Dhe aty mësojmë si duken në foto, gjatësia e krave, madhësia e trupit. Delbrini së shpejti po planifikon të organizojë një ekspozit bashkë me 2 shokët e tij, të cilët janë të vetmit që fotografojnë botën e egër. Prej moshatarëve tu jemi vetëm 3. Unë dhe shokët e mi Kesan dhe Amal Mavrishi. Por në të ardhmen mendojmë për ta bërë një ekspozit për fotografinë për me tregu punën tonë. Babai i Delbrinit, Lulzim Demaj, ka vite që merret me këtë lloj të fotografisë. Ai thot se djali arriti të mësoj shumë shpejt rreth shkrepjes së fotografisë dhe tashmë ai është shoqëruesi më i mirë i tij. Po, si që ceko dhe Delbrini më herët, këtë kjo ka fillu spontanisht në kohën e pandemisë, fillim të karantinës. Gjatë asaj kohën e kisha një leje speciale nga shtabi emergjent i komunës për observim të shpendeve, sidomos atyre grabicare, sepse ishte koha e tyre që fillonin të folezonin e vinin shtektarët e përat. Dhe një ditë për ditësh, ky shpreh dëshirën se ishte me zitur, duke qëndruar në shtëpi dhe shpreh dëshirën me më shoqëru. Dhe duke i treguar parametrat në aparat se si duhet punoje, si ma kërkoj aparatin dhe të provoj një foto dhe pikasëm një lloj të shpendit bishtatun si verë. I tregova si
të mban qëndrimin se të përdor fokusin e këto, e ka bo një shkrepje cilën kur kemi shkuar në shtëpi kemi parë që kishte dalë një fotografi tepër e mirë. Dhe nga aty filloj pastaj të shpreh dëshirën, të shpreh interesim më të madh që të më përcjell kur dal në teren. Stinën e pranverës zakonisht ashtë janë veç e thuj se do kanë baru, do me thonë kanë qelë zogj, dhe disa tjera janë ende proces të folezimit. Do me thonë pranvera është periudha më e mirë ku mund njeriu të kapë lloje të ndryshme. Planet tona janë që ne të vazhdojmë në këtë drejtim. Unë do t'jap gjithë përkrahjen normal, si çdo prind për fëmijën e vet do t'jap gjithë përkrahjen time që ky të avancohet sa më shumë në këtë drejtim, në këtë lloj të fotografisë, e cila mund të them që është njëri ndër zhanret më të vështira të fotografisë për të realizuar, sepse kërkon kohë, kërkon durim, kërkon mund. Mbi gjitha kërkon durimi është thelbi kryesor që të realizosh një fotografi të mirë në jetën e egër apo në wildlife. Por sa të hyjë në këtë fushë ta harrojnë çdo gjë tjetër. Është vetëm ushtrimi, loja, kënaqësia që i shoqëron ata përgjatë orëve që ushtrojnë tenis. Për shumicën e fëmijëve, tenisi është një sport argëtues për të luajtur. Fëmijët pëlqejnë të luajnë tenis dhe ata kanë kënaqësinë gjithashtu të shikojnë tenis. Klubi i tenisit Rilindja është një nga klubet më të suksesshme në vend, andaj edhe numri i fëmijëve në këtë klub është goxha i lartë. Atmosfera në këtë klub lë përshtypje të mirë për të gjithë. Lojtarët, trajnerët e prindrit janë ata që funksionojnë në mënyrën më të mirë së bashku. Pas një viti larg turnireve, ata u rikthyen më të fuqishëm se asnjëherë dhe po bëhen gati për sezonin e ri. Freski tha se tashmë gjithë energjinë e mbushur për një vit është gati ta shfaqë në garat e radhës, ku edhe është duke u përgatitur për to. Freski, përshëndetje. Fillimisht të më trego që sa kohë luan tenis edhe pse pikërisht sportin e tenisit e ke zgjedhur me të shoqëruash. Po, përshëndetje. Unë luaj tenis që nga mosha 6 vjeçare, prandaj jam bërë gati 10 vjet që luaj tenis. Tenisi më ka pëlqyer për që më i vogël dhe është njëri ndër sportet më të mira, më së paku lëndime, edhe prandaj edhe kam zgjedhur si sportin tim për ta luajtur gjatë gjithë jetës. E the që ka 10 vite që ushtron tenis, sigurisht ke pas eksperienca të ndryshme, ndoshta krejt në fillim ke nis veç me ushtru edhe me profesionalizu, mirë po tash merr pjesë edhe në gara. Më tregoj ç'ka qenë kjo eksperiencë për ty. Ku ke marr pjesë në gara dhe ç'ka po e pret në të ardhmen Freskin sa i përket garave? Po, kam marr pjesë në mjaft shumë gara, ndër disa vende më kryesore, ndoshta janë këto vende të rajonit, por kemi pas edhe në vende të tjera siç kemi shkuar në Francë, në Azerbajxhan, Turqi, për marrë pjesë në turnira internacional. Tani për tani në disa turnira që po bëhemi gati në Shkopë edhe disa në Kosovë, edhe është interesant se është hera e parë që do mbahet një turnir i rankut ITF në Kosovë në shtator, edhe po ashtu do të thonë të vazhdojmë edhe me punë që me vazhdojmë me turnirat të tjerë pas këtyre turnirave. Tregon tash që të ka marrë ndoshta malli për me bo gara, sepse për një vit diçka vetë se kanë qenë të pamundura me u realizu. A e mbush krejt me atë energjinë që kur del në fush me qenë shumë më i mirë se sa herave të kaluara, sepse se kemi menduar ndonjëherë që kemi mund ndërprej sigurisht. Po, është vërtet, jam mbush full energji edhe kam i shpenzuar këtë energji, më jap 100% në fush, më bë më të mirë në gjatë kohës time. Forta Morina thot se ka vite që ka nisë të ushtroj tenis dhe tani është një nga gjërat më të rëndësishme në jetën e saj. Unë ushtroj tenis që 10 vite, prej që i kom burë 6 vjetë, më ka pëlqyer si sport sepse e kom pa për herë të parë në televizor, edhe jam inspiru prej lojtarëve në televizor, por po ashtu edhe kam marrë inspirim prej motrës, edhe shtyrja e prindve, edhe kom hyrë si aktivitet, diçka me punë kohë të lirë edhe u shndru si diçka serioze.
Trego se qysh ka qenë për këto vite sa e pjesë e tenisit eksperienca jote. Sa shpesh ke marrë pjesë në gara, në qëfar gara përveç Kosovës, ndoshta edhe çka të pret tash pas jeni rikthy fuqishëm prej pandemisë? Garat ja kom fillu 2 vite pas ja kom fillu tenisit. Garat në Kosovë, pastaj kanë kalu prej gara në Kosovë në ndërkombëtare edhe në Ballkan, duke luajtur në Maqedoni mas shumte edhe në jashtë Ballkanit. Eksperienca në tenis për mua ka qenë shumë eksperiencë e mirë edhe tash është arsyeja pse unë marr frymë, është ndër gjërat më të rëndësishme në jetë tani. Normal duke konsideruar edhe familjen, shëndetin, është prioritet për mua edhe shpresoj që në të ardhmen kena me pas suksese më të tjeshme. Për turnira, ka pas shumë turnira edhe në gjatë pandemisë, ka qenë ajo pauza 2 mujorshe që na ka bo pak presion, po unë edhe as gjatë karantinës nuk jem dalë kur, kam vazhdu me ushtru në shtëpi, derisa gjanat kanë ra pak në balans, edhe shkolla, edhe... Kjo pauzë, ndoshta këto probleme që kanë ndodhur gjatë kohës pandemisë, atë kanë mbush më shumë energji tash për me u rikthy edhe më fuqishëm? Po, sepse nuk jam mësu me nejt në shtëpi shumë, është këgja problem nëse lum çdo ditë, intenziv edhe tani me pas një pushim të madh një javor. Po, edhe ma ka rrit edhe motivimin, edhe tash të shohim çfarë na pret. Vesa Gjina i tregon se i kanë munguar shumë turniret e tenisit, por edhe në karantinë ka gjetë kohën të ushtrojë. Po nësi për që ja kam fillu tenis, kam marrë pjesë në shumë gara. Në gara në Kosovë, po ashtu edhe jashtë Kosovës. Jashtë Kosovës ka qenë niveli më i lartë, ku kam kaluar, ka pas shumë sfida, se ka pas më shumë kundërshtar, më shumë lojtar, po ashtu edhe kam pas edhe jashtë Kosovës kam pas shumë suksese, ku ndërta kam fituar titullin e parë të turneut Tennis Europe, që ka qenë ndër të parat që ka ndodhur në Kosovë, po ashtu kam qenë edhe finaliste në garat ndërkombëtare botërore, që është mbajtur në Tiranë. Po ashtu edhe kam luajtur në Fed Cup, që është një garë botërore për femra, dhe shumë gara të tjera sa kam pas shumë suksese. Qysh ka qenë koha e pandemisë? Më trego ndoshta prej një rutine që thuaj se gati çdo ditë javës jeni merr me tenis, me u ndërprej për një moment, me u ndërprej gara, turnirët, me u mbyll, mos me mujt me qenë as këtu prezent në fushë. Qysh ka qenë kjo pjesë? Po, kur kemi kuptuar se ka fillu një pandemi dhe na ka ndërprej të gjitha aktivitetet, ka qenë pak vështirë më adaptu në fillim, po pas një kohë jemi adaptu, kemi fillu ushtrimet në shtëpi. Prap nuk kam dalë kur që kam ushtruar çdo ditë, po pakës nuk kemi mujt që me ushtru në fushat e tenisit, për shkak se ka ndërprej aktivitetin, po pas pandemisë përsëri kemi fillu aktivitetet si më parë, po ka qenë pak vështirë. Tash që thuaj se çdo gjë po hapet, po fillojnë turniret, po fillojnë gara dhe shumë çka tjetër. Ju pret ndoshta një sezon me shumë gara edhe pas një pauze gjatë, apo mendon që po rikthehesh më fuqishëm? Se ndoshta të ka mungu për një kohë gjatë dhe tash krejt energjinë që e ke mbush me shpraz aty kur del në... Po e vërtet se na ka mungu shumë garat, si ne si sportistat që kemi marrë pjesë në shumë gara gjatë vitit, na kanë mungu vitin e kaluar garat, po këtë vjet do t'jenë një sezon e re dhe do mundohemi që të gjitha garat. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Suksese. Ehana Veseli është një vajzë e vogël që është shumë e lidhur me sportin e tenisit. Shpesh herë ka qenë e suksesshme në turneje të ndryshme, po ajo thotë se edhe pse kundërshtar, ajo bën shumë shokë e shoqe përmes këtij sporti. Apo më tregon kur ke nisë me lutë tenis edhe pse të ka pëlqyer tenisi? Kam fillu me lutë tenis në moshën 5 vjeç. Më pëlqen tenisi sepse për shembull nuk je në grup, se kur ta fiton ti një pikë, veç unë e fitoj, nuk e fiton krejt grupi. A ke marrë pjesë në gara, Hana? Çfarë gara ke marrë pjesë? Gara në vende të ndryshme. Në shumë gara ku marrë pjesë, së di bashkë në sa. A ke fituar në ato gara? Është mirë, edhe pse
kundërshtari është dush me lujt me to, për ka njëherë është edhe vënd shumë shoqe, shoqërohet shumë. Po, dhe thot jeni kundërshtar veç në lojë edhe pastaj mundeni mu shoqëru pra. Më trega se kur u kom pandemia edhe jena mbylla dhe u dash me pauzu mos më ardhë në fush me lu, çu shukon për ty kjo? Atë ka mungu tenisi? Po më ka mungu, po nëherë për shembull kena dalë, kena lut për qef, kena shku në fusha tenisit, dikon afër, edhe kena lut me shokët e shoqet. Ariana Ibrahimi, trajneri i këtij klubi, tregon se fëmijët janë kthyer me shumë motiv dhe po përgatiten për garat e radhës. Po ashtu ai tregon se interesimi për këtë sport po rritet çdo ditë më shumë. Përshëndetje, Ajan, fillimisht më tregos se çu po shkon në ushtrime. Sot erdhëm na me ndjek për afër me një ditë të zakonshme thuajse në klubin e juaj, mirë po më tregos çu po shkojnë. Mas një rikthimi ndoshta shumë të madh. Na mezi kemi prit këtë rikthem. Domethënë që me pat këtë atmosferë ose këtë energji që e kemi në klubin tenisit Rilindja, na jemi të mundu mu kthy në shmedhane mbas kësaj pandemie në formë, për arsye që ka patën shumë mangësi, si të flasë edhe në lami tjera, po edhe në tenis pak na ka prek, disa kushte pak më ndryshe ose disa rregulla pak më ndryshe. Po jemi të kalu me kohë. E folëm bashkë edhe me lojtarët dhe treguan se çu ka qenë eksperjenca e tyre në përgjithësi sa i përket garave prej momentit kur kanë filluar me lu tenis. Mirë po ti si trajner tregom çu ka me qenë ky vit. Pas parasysh që viti i kaluar ka qenë krejt në pauzë, ndoshta se keni menduar asnjëherë që keni me pas një pauzë të tillë. Mirë po tash po planifikohet sepse dal nga dale, po rihapet, po kthehet gjithçka normalitet, si po duket kështu. Ne jemi të punu me rregullat e ITF-it ose Federatës Internacionale të tenisit. E kena qitë disa rregulla si në fazën e turnira, që do më thonë bëhet paraqitja më herët apo bëhet paraqitja me masa më ndryshe. Është pak problem më rehabilitu lojtarët, pasi që e viteve të kaluara lojtarët kanë shku më herët në turnira, ose ditë më përpara që me pat pjesën e ushtrimeve apo pjesën e sparingut në fush, tash po bëhet pak më mangët, pasi po lejohen më pak lojra. Po jemi të u kthy edhe në atë fazë, mase tenisi është sport distancës apo më shumë distancë, atëherë nuk janë të shfaq shumë probleme në këtë proces. Trego se çfarë gara, ku planifikohet me qenë si vjet klubi tenisit Rilindja, përveç ndoshta në Kosovë? Ne si klub luajmë me gjitha grup moshat, apo me gjitha grup moshat shkojnë për turne, duke filluar nga mosha 8 vjeçare deri në kategoritë më të larta, 18 vjeç. Tash pas e pas kanë përmend lojtar, në Pej do të mbahen 2 turnira që janë evropian. Njëra është deri në moshën 16 vjeçare, që gjithsa nga lojtarët kanë qenë pjesëmarrës, edhe një turnir tjetër që është kategorisë më të lartë ITF, apo deri në moshën 18 vjeçare. Edhe aty kemi disa pretendime që besojmë që kena me pat paraqitje shumë të mira me disa lojtarë që edhe ju keni pa. Ndërsa me turnira tjerë ne kemi përfunduar një fazë turnirave evropiane, me disa lojtarë që i përcjellin këto turnira, jemi nda mirë me ta turnira. Qumshti i gjirit është më i miri. Nëse qumshti i pa nuk është qumshti nënës, atëherë dua të bëj gjithçka si duhet. Kjo është arsyeja pse qumshti ynë kombiotik vazhdues është bërë nga kulturat natyrale të acidit laktik dhe në cilësinë më të mirë organike, duke u frymëzuar nga natyra. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ka nisur punën Spitali i Ri Ginekologjik Fati Im, me lokacion të ri në Veternik, rruga për Çagllavicë.
Brenda hapësirës mbi 3000 metra katror, spitali ofron shërbime në ginekologji me obstetrik, kirurgji, urologji dhe laborator biokimik. Në kuadër të spitalit funksionon edhe poliklinika me shërbime internistike, pediatrike, laboratori patologjik dhe mikrobiologjik. Në spitalin Fatim është i angazhuar stafi profesional vendor dhe ndërkombëtar. Me ne ju lidh besimi sepse do thoni, ky është Fatim, spitali që kujdeset për shëndetin tim. Aty ku mrekullia fillon. Olive është laboratori më i madh në Kosovë i certifikuar me ISO standarde dhe i monitoruar nga Instituti Gjerman RFB. Në Olive mund të kryeni edhe konsulta dhe kontrole të detajuara mjekësore. Me staf profesional të dëshmuar edhe ndërkombëtarisht, Olive realizon me profesionalizëm të lartë një gamë të gjerë të analizave. Saktësi, shpejtësi dhe konfidencialitet. Rezultatet e analizave kumtohen edhe përmes shërbimit online. Në partneritet me laboratoret më të mira ndërkombëtare, Olive bën zgjidhje të shpejtë dhe korrekte edhe për analizat më specifike. Shëndeti juaj, obligimi ynë. Olive, beson në më të mirët. Foshnja ime, me zipres të të takoj. Thonë se asgjë nuk krahasohet me përqafimet tona të para. Dua të të mbaj afër dhe të mbrojtur, të premtoj që gjithmonë do të kujdesim për ty. Përqafimi i parë është gjithmonë i juaje, sigurohuni që përqafimi i dytë të jetë po aq i butë sa i nënës. Haggis Newborn, pelenat më të buta, si përqafimet e nënës. Familja Perfetto, e lumë shtëpia që e ka. Oferte freskët pranverore nga Lesna Max, me zbritje deri në 30% gjatë gjithë muajit maj. Kënd me funksion të fjetjes për zemek nga 643 euro në 499 euro. Vitrin dite Snap nga 202 euro në 159 euro. Tavolin dite Mazolla nga 129 euro në 95 euro. Tryezari Tripolis nga 132 euro në 99 euro. Karike K 379 nga 61 euro në 48 euro. Kuzhina Michela në top ofert vetëm për 399 euro. Dhomë fjetjes Fernando nga 1319 euro në 999 euro. Nxitoni, sasit janë të kufizuara. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Çfarë po ndodh në atë shkurre? Wow, hipia, Hipi, yeah. Ne jemi hippies, gati për të nisë. I pjerim, shtrydhim, kontrollojnë. Do t'i gjesh ato sa të shishme. Hippies, absolutisht pa sheqer shtesë, vetëm nga hip.